Roskoveci u kthye në ditën e trashëgimisë kulturore, në një skenë të gjallë feste, ku folklori dhe tradita u ringjallën me gjithë hijeshinë e tyre. Në kuadër të projektit Rifolk, rinia promovon folklorin dhe traditën në Roskovec, i mbështetur nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, u organizua një aktivitet unik që solli pranë publikut improvizimin e një dasme myzeqare. Sheshi memorial u mbush me tinguj kaba, këngë e valle popullore, ndërsa dhjetra të rinj të moshuar u bën pjesë e festës. Atmosfera ishte e gjallëruar nga çdo element i kësaj tradite: oda myzeqare, ceremonia e pajës, përgatitja e bukës, stolisja e dhëndrit dhe natyrisht vallja dyshe e burrave, që ndezi duar trokitje të forta në publik. Momentet më emocionuese ishin përcjellja e nuses, e shoqëruar me këngë dhe rituale të vjetra, që sollën nostalgji tek të moshuarit dhe kurreshtje tek breziri. Muzika popullore, tingujt e klarinetës dhe rritet karakteristike e shndruan sheshin në një arenë ku tradita u jetësua si dikur. Për kryebashkiaken Majlinda Bufi, ky aktivitet, i zhvilluar në kuadër të javës evropiane të trashëgimisë kulturore, tregoi se Roskoveci mbetet një vatër e pasur e kulturës popullore dhe se angazhimi i të rinjve është çelësi për ta mbajtur këtë trashëgimi të gjallë, teksa ka theksuar se risia e këtij aktiviteti është prezantimi i kostumografisë roskovecare, e miratuar së fundi me vendim të Këshillit Bashkiak, ku është pasuruar me elementet më të bukur të zonës. Parë që ne në Roskovec zhvillojmë këtë aktivitet kaq të bukur, në fakt që ka të bëjë me trashëgiminë e vlerave kulturore dhe artistike, që ne kemi si zonë, dhe ajo që i bën më të bukur dhe interesante është fakti që në thelb ka një grup të rinj, vajza dhe djem, të cilët për muaj me radhë janë trajnuar përmes një projekti, të cilin ne kemi fituar nga Ministria e Kulturës me mbështetjen e plot të kësaj ministrie, dhe i ka të bëjë me pikërisht me krijimin e një, po themi, grupi vajzash dhe djem të cilët do të performojnë muzikën folk si në këngë, ashtu edhe në kërcim, për të prezantuar dhe përfaqësuar Roskovecin, muzikën roskovecare dhe muzikën myzeqare, jo vetëm brenda Roskovecit, por edhe jashtë Roskovecit në çdo aktivitet të nivelit kombëtar që do të zhvillohet. Siç e shikoni në krahët e mi janë edhe, po themi, një vajzë dhe një djalë që kanë veshur kostumet popullore, dhe ajo që është më interesante dhe risia është që në Roskovec, me vendim të Këshillit të Bashkisë, me punën që ka bërë një komision i tërë i ngritur, i dedikuar, ne kemi arritur që të krijojmë kostumografinë roskovecare me bazë elementët, po themi, më të mirë dhe më të bukur që Roskoveci ka për sa i takon bukurive natyrore, por edhe bukurive dhe atyre elementeve të trashëgimisë kulturore. Po të shikosh kostumografinë e djemve, të burrave, edhe jeleku nga mbrapa ka një element shumë të veçantë që ka të bëjë me kishën e kurjanit dhe gjithashtu dhe me kishën e strumit, por edhe elemente të tjerë që kanë bukuritë natyrore të Roskovecit. Kjo do të thotë që ne po hedhim bazat që Roskoveci të ketë, po themi, bazën e vet kulturore, artistike, të ketë njësinë e vet, të ketë grupet e veta, të një ansambli folklorik që dorë pas dore, vit pas viti, ne ta krijojmë si një institucion të mirëfillt, institucional, me bazë të qëndrueshme për të përfaqësuar Roskovecin në aktivitete kulturore. Ndërkohë, pjesëtari i grupit të Roskovecit, Harilla Goga, pohon se tradita e dasmës është zbehur ndaj duhet trashëguar tek brezi i ri për të mos humbur këtë pasuri të çmuar të trashëgimisë kulturore. Të këndoj këngë tradicionale shqiptare, myzeqare të zonës tonë, që në fëmijërinë time, që në moshën e fëmijërisë, më them, apo për periudhën e adoleshencës, por jo vetëm këngë popullore ta bani popullore. Unë jam këngëtar amator i gjithë trevave muzikore, ndash këngë muzikë që kemi promovuar dikur aty. Sa dasma mund të kesh kënduar? Në shumë dasma, bile sa dasma ka qenë në Roskovec, kur bëri 70 dasma kanë vajte, kanë kënduar dhe kësuar. Si është trendi i dasmave këtu në Roskovec? Ka një zbeje apo jo? Normalisht ka zbeje, kur po të nis me do kohët e para të tonën, ka qenë një traditë shumë e bukur, shumë e bukur, edhe çdo qytetar ose çdo vinte në dasëm, në mënyrë tradicionale, mirë çdo njeri mirë këngë radhë. Cilat këngë e dasmës që pëlqen më shumë? Këngë e dasmës
Kënga e dasmës që pëlqej më shumë është si ta bukur bere, bir bere, dasmë për dhëndër, kënga e dhëndër, po edhe këngë shumë të tjera, për shembull tradicionale, për shembull të trebës tonë, për shembull kam edhe këngë e nguseve, këngë, çdo lloj kënga unë jam interpretuar që i këndoj këngë. Dasma roskovecare synon të kthehet në traditë të përvitshme për të mbajtur gjallë traditat e zonës së trashëguara ndër breza.